Jo vetëm për periudhën e festave të dhjetorit, por agjencitë kanë ardhur me oferta që tani për sezonin veror. Kjo risi vjen me synim që udhëtarët të nisin rezervimit, ku përfitojnë edhe çmime më të ulta. Për sezonin e verës ne kemi hapur edhe paketat që këtë vit. Është një diçka risi interesante që po vendoset për herë të parë këtë vit. Janë hap paketat e Antalyas, paketat e Bodrumit, paketat e Egjiptit, që besoj që njerëzit do të jenë interes për mi shiku, për arsye sepse dhe çmimet janë 20 deri në 30% më lirë sepse gjatë vitit 2026. Sipas agjencive, destinacionet e paketave janë në vende si Turqia, Egjipti, Kroacia e tjerë. Atëherë është krejt e thjeshtë, procedura është si të procedurat në gjithë Europën, me një parapagim prej 200 €, jo se hub vlera, deri 20 ditë përpara, nëse ndodh diçka mund të rimbursohesh, paketa rimbursohet 100%. Nga këto paketa, udhëtarët mund të përfitojnë deri në 200 € ulje. Për momentin të janë çmimet oferta, sepse duke ardhur sezoni i verës, normalisht çmimet mund të rriten. Përfitimi po marrim me një paketë normale mund të jetë 200 ca euro për person. Sa i takon festave të fundvitit, rezervimet kanë pasur një rritje në krahasim me vitin e shkuar, e kryesisht destinacionet më të preferuara kanë qenë Europa Veriore, por edhe Turqia dhe Egjipti.